Mirë se erdhët miq të Dok Talk. Jemi së bashku në këtë episod të 4 të podcastit që ne bëjmë gjithmonë bashkëpunim me Trita Hospital. Do flasim sot për një temë shumë bukur. Mezi e kam pritur në fakt që ta diskutoja këtë temë në podcast, sepse është shumë interesante se si ndryshon trupi i vajzave dhe i zonjave, i grave pas shtatëzanisë. Megjithatë, kemi një kirurgji plastike e cila na vjen në ndihmë dhe na i bën jetën shumë herë më të bukur edhe më të lehtë në ditët e sotme. Dhe ju do thoni me kë do t'i komentoj unë gjitha këto gjëra interesante. Tani, ajo është një gocë shumë simpatike, është një mama super energjike, është një vajzë që ka energji shumë të mirë edhe në rrjetet sociale, pra nëse unë i bëj një check tani profilit të saj, jam e sigurt që do të ketë shkuar me shumë ndjekës. 177.000 Nikela. Nikela Fuva është me mua. Dhe do flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe sigur që shumë mama do ta ndjejnë kështu në lëkurë, do thënë unë historinë, ose do gjejnë veten tek këtu. Dua ta nis duke të falenderuar për ftesë tek Trita dhe tek Dermu Life, jam si në shtëpinë. Ej, më kam gjatë. Mundësisht vi dhe për kafe tani, se më shijon. Dhe jam shumë e lumtur që jemi në këtë podcast që t'i përgjigjem ashtu se nuk mundem të përgjigjem në rrjetet e mia sociale. Shumë njerëzve që kanë pyetje pafund. Të na shkruar, po? Pafund për këto ndërhyrje ca më vinë dhe direkt dhe më tregojnë trupin, a mund të bëhen dhe unë si ty? Dhe nëse ti ka i kalon të gjithë tek Trita se tek klinika Dermolife. Tek klinika dhe ka shumë vajza që kanë pasur të njëjtin rezultat dhe janë shumë të lumtura dhe ndihem shumë e lumtur për këtë, se ku ka gjë më të mirë dhe më të kënaqshme për një influencon dhe i ndihmon njerëzit që të arrijnë gjërat që ato duan. Tani më thoj pak, unë mbaj mend ty që kur ke dalë në ekran dhe ke qenë gjithmonë një gocë imët e rregullt në format e tua trupore. Me një pas lindjes, si ishte ai momenti i parë kur dole para pasqyrës? Nuk e pranoja dot që isha Moment vërtet. e shija veten, thosha nuk është trupi im, kjo nuk jam unë. Unë gjithë jetën time maksimumi i kilogramëve që kisha kapur ishte 60 dhe përfundova 94 kilogram në shtatëzanim. Dhe mbas shtatëzanisë ishte goxha e vështirë sepse trupi do minimalisht një vit që të kthehet në formë. Të kthehet në formën e tij. Mua më duket sikur ai viti ishte i pafundëm, sikur nuk mbaronte, sikur nuk do kthehesha prapë aty ku isha. Dhe mbaj mend që kur kam lindur, domethënë mbas shtatëzanisë, isha duke parë rrjetet sociale ç'a mund të bëja, e njohur dhe veten që s'është se kam i shef palestrën, Nuk është se do të ndihmonte kaq shumë, mendoj, dhe palestra. Nuk ndihmon, sepse siç kemi informacion gjithë abdominoplastika për shembull të ndihmon për të rikthyer në vend muskujt e barkut që mbas nuk t'i kthen dot. Nuk t'i kthen dot. Janë procedura mjekësore që duhen qepur, Muskujt janë aty, po kemi atë djamin, se tani kur të pash unë ty në Instagram, dhe thash, dhe unë kam disa imperfeksione, cilat do doja shumë të rregulloja, por pastaj po mendoja dhe po them që do të është më mirë se si në jetë një bebe fillimisht, edhe pastaj ta mendoj të gjithë mami makeover që ti ke bërë, dhe jam e sigurt që dhe shumë goca e kuptojnë këtë ndjesi që kam unë. Shiko, asnjëherë gjitha gocat kanë këto komplekset me trupin, po kur ti lind fëmijë dhe krypve dhe ke pastaj gjitha të transformimin tënd, atëherë po është e nevojshme dhe unë ja sugjeroj çdo mame që kalon këtë periudhën e vet që nuk ndihet mirë me veten, që ka këto komplekset e veta, që është shpëtim. Domethënë ti një nga fazat më të vështira është postpartumi, dhe duke pas dhe këtë ndryshim trupor që ti nuk gjen dot veten, ngarkesa ndryshimi i jetës, ngriten të gjitha bashk dhe ti fillon dhe nuk pëlqen, nuk ndihesh mirë në lëkurën tënde. Ja, këtë. Dhe në momentin kur ti rikthehesh në lëkurën tënde, është sikur e ke bërë një shpërblim vetes, ke rilindur dhe ke
ke akoma më shumë energji dhe ndjesh akoma më bukur dhe shkëlqen akoma më shumë aura E shikoj, ndjek këtë gjë të këtë. Edhe grupistën tonë përpara podcastit, po Mami Makeover është çfarë ndodh aty? Pra ti bëri modelimin e gjoksit, heqjen e yndyrës së tepërt, Kam bërë një mix ndërhyrje. Okej, më tregu pak më Kam shumë. bërë sfoglimin, ndrimin e protezës, sfoglimin e gjoksit. Kam bërë liposuction që hoqëm dhjamin tek pjesët anësore, pak tek barku. Bëra mini abdominoplastik, pra një lëkurë që ishte varur Ishte nga varur, peshës okej. e hoqëm dhe me qënë se i hyra kësaj Po pune, kur më ndorë, rregulluan do pak anësore që të vinte format perfekte, po kushëm dhe i qigusht se duhet dhe ajo që të kishim jawline perfekte. Dhe ja ku jemi. Jo, janë formë fantastike, po më thoj pak se zgjodhe klinikën Dermalive. Atëherë, siç thash që në momentin e parë që kisha këto të postpartum dhe nuk ndjesha rehat, isha vetëm duke kërkuar, kudo, duke parë ku mund t'i bëja, si mund t'i bëja dhe të gjitha kriteret që unë kërkoja, patjetër që nuk ishte pika e parë Dermalife. Pra unë kisha pyetur në vende të ndryshme, isha interesuar në klinika të ndryshme që të Pra një research shumë të mirë. po, dhe jashtë dhe brenda dhe kur kam marrë që kam bërë konsultën, ka shkuar çdo gjë shumë perfekt dhe po më jepnin gjithë ato përgjigjet që unë doja të gjë dhe ato që unë kërkoja. Dhe kur kam bërë konsultën mbaj mend me mjekun italian, gjatë konsultës unë pa folur unë çfarë doja, më thoshte se edhe kjo do bëjmë dhe këtë dhe ishte fikse edhe tash Mikela mos po më je në vendin e dur. Isha aq në vendin e dur sa mbas më erdhi dhe mami direkt. Po do të Mami nuk priti që unë të shërohesha plotësisht, po hyri direkt sa më pa mu që u çova në këmbë. Mirë, Çfarë bëri mami? ndërhyrjen abdominoplastik, heqjen e dhjamit të barkut që më ka fajsuar mua gjithë jetën për këtë gjë. Jo prish kur linda unë, ata se ky barku se para ti, e di si e kisha unë këtë barku. Tu tani ja kam bërë dhurat dhe ndihet shumë e lumtur. Për kush është mis trupi i shtëpisë tani, se këtë dua të kanë aura. Jam e sigurt për aurën. Po ajo që dua të di partneri, se unë kam përshtypjen që ne vajzat edhe zonjat jemi përveç se për veten tonë, praktikisht bëjmë gjëra edhe për partnerin. Si Tu ishte ai një bashkëtet? Do t'rregoj ca sekret. Hajde një herë më trego. Tek unë ka ndodhur, por siç kam dëgjuar dhe përgjithsisht ndodh në jetën e familjare kur vjen një fëmijë, më thënë ajo marrëdhënia aq çiftse është bëhet shumë familjare, sa kalon më shumë si motër e vlla, se sa si burrë dhe grua, pra zbehet një çik dhe mbas ndërhyrjes është ndes më shumë e motër. Duke të jemi ridashuruar nga para, isha as ko bje beb tjene tani se Fyesja. tash jo i çik. Paula? Ti e përmende pak, ajo është një fëmijë shumë i lezetshëm në rrjetet sociale, shikoj që ti kujdesesh. Energjike, është shumë trazovace tani sapo ka marrë te këmbët, por shigjur që u dobësuam që ta ndjekim më mbrapa. Dhe nuk lodhem aq kollaj. Po e kam shijuar shumë dhe pjesën e prindërimit. Për mua ka qenë ndërhyrja ka qenë gjëja e duhur në momentin e duhur. Ka ardhur fiks Pas një viti, më tha. Pra ti pritej që të shkarkoheshim pak të ujëra. Ku kam fyetur, domethënë të gjithë ishin thoshin duhet kaloj një vit, duhet ti të biesh nga pesha, pra nuk është se ti do vish edhe siç je mund të jesh 80 kg dhe do dalësh 50 mbas ndërhyrjes. Ti duhet të dobësohesh, ti duhet të arrish në një peshë dhe ti do heqësh atë dhjamin që nuk të duhet dhe nuk do të dalë më atë. E kuptoj? Pra duhet të arrish në një peshë fikse, se kam dëgjuar shumë gocëre thonë, po unë dua të arris aty, po unë jam pak e shëndosh. Mbaj një dietë, kujdesu pak për veten, që ti të arrish në peshën e duhur që të kesh fiks atë rezultatin që ti do. Ti kujdesesh tani pas gjithçka është një grup, kujdesesh më shumë se më përpara? Bëja, që mbasi linda bëja fasting, do më thënë një periudhë goxha gjatë, mundosha haja vetëm një herë në ditë, kujdesesha me ushqimin, por një dhurat tjetër që ma ta bërë ndërhyrja është nuk kam oreks. E kuptoj. Nuk kam uri që të dua tash ngopem shumë shpejt, sa mami më thot, a ngushtove bëre balon apo hoqe dhjamin të ha buk. Jo, ti je në super form tani. Jo, tani jam perfekt, tani jam shumë mirë dhe kur kam vjedhur në rrjetet sociale që kam nxjerr edhe format dhe barkun, i kanë shkruar shumë goca
dua ta cek të gjën të pjesës që si ka mundësi ty barkut ka dalë shumë mirë se te unë kam bërë, por më janë krijuar pak topza, më janë krijuar pak shqetësim më vonë. Është shumë e rëndësishme limfodrenazhi, shkarkimi i ujrave mbas ndërhyrjes. Pra ti e bëre ndërhyrje, por nuk mbaroi me kaq. Ti duhet ta kujdesësh atë gjë. Ishte kjo pjesë e konsultave, pra të ta tha mjeku. Patjetër, gjë në momentin që unë dola nga spitali, domethënë këshilla e parë që ishte ta voteshin petë, ti do nisësh limfodrenazh. Sa shpesh e bë? Me gjithë të drejtën, unë duke qenë që ajo mirë të bën, shfryn një masazh i mirë I trupit, të trupit dhe e kam vazhduar dhe aktualisht vazhdoj e bëj akoma pak më rrallë, jo ai shpesh se bëja çdo ditë, kurse tani e bëj një herë në javë, 2 herë në muaj, varet si e kam kohën dhe angazhimet, por më ka ndihmuar shumë dhe barku ka dalë perfekt. Janë zizi presa të Plazhi tani we kire mos festo foto nga plazhi kur të ule. Jo, posto dhe shijoj sepse ta shijoj në maksimum. është, nuk e di, të jep një tjetër lloj sigurie në Mua fakt. më kishin thënë në fakt që 97% e femrave që bëjnë mame makeover abdominoplastikën janë të kënaqura. Po unë do thaj që janë 100%, unë nuk kam njohur akoma një që të ketë shkuar në vendin e duhur, se kjo është shumë e rëndësishme në jetën e dur, dhe të mos kem pas rezultatin që duan. Më thënë dhe vija për konsultat tek Dermolife mbas operimit që kishim këto konsultat mjekimet e plagës, shikoja gjithmonë goca shumë të lumtura, shumë të gëzuara me rezultatin dhe kënaqesha me këtë gjë. Pra, kjo do të ishte ndoshta një këshill për ata që të dëgjojnë. Patjetër që ti të gjesh vendin e duhur, doktorët e duhur, që Dermolife dhe Trita Hospital kanë stafin më të mirë mjekësor dhe janë aq të kujdesshëm. Do të them diçka mbaj mend me mamin, gjatë kohës që flisja me një nga vajzat që merren me koordinator, me koordinimin dhe me orarin me gjën, thoshte mami, ama thuaj që e ka stafin shumë të mirë, ama thuaj që janë gocat shumë të mira. Gjithkohë të vërtetë janë shumë të mira. Ta thash dhe në fillim sapo nisni, janë bërë si në shpendime këtu. Po mami tani si ndihet me gjithë ndryshimet e saj, Mami ka filluar tani të kërkonte veshje të reja. veshje të reja, se s'është dostuar. Më të mirë dhe ça nuk ka veshur dot deri tani do t'i veshi të gjitha bash. Por unë nuk kënaqem shumë kur e shoh që është kaq e lumtur dhe që ja kam bërë unë këtë dhuratë. Dhe do sugjeroja gjitha vajzave që brezi mamave tona kanë pak kompleks, janë pak me këtë kondi të bësh një ndërhyrje estetike, ato mund ta duan shumë, po kanë këto tabut që nuk i lënë. Dhe ne që jemi brezi më i dal, jemi më open minded. Jemi dhe brezi kësaj kohe. Ne mund t'ja bëjmë dhuratë dhe rezultati dhe feedbacku që do marri më shumë i mirë. Çfarë mendimi ke ti për ata që ndoshta i paragjykojnë këto ndërhyrje, qoftë dhe në fytyrë ose në trup ose çfarë do lloj? Kam rastisur shumë raste mamash që kanë qenë dhe kjo pjesa tjetër, edhe mama që duan ta bëjnë të njëjtën gjë dhe mamat që paragjykojnë. Por unë do thosha nuk ka njeri që e paragjykon në parimin e parë. Por duke qenë ato mund të kenë shumë dëshirë, po nga pamundësia që kanë, nga stresi i një jetë të angazhuar që nuk kanë ndim për bebi, nuk kanë gjëra dhe e shfryn atë vllefin duke ta nxjerrë ty natë sikur e ke ti fajin që ti po bën atë gjë që do dhe ajo nuk e ka mundësinë ta bëjë. Dhe unë nuk kam njohur akoma përballë dikë që të m'japi argumenta apo gjëra pse ti nuk duhet ta bësh këtë gjë që ty të bën të ndjesh mirë. Por çdo gjë është e sigurt në fund ditës. Mua madje më kanë thënë shumë që o zot ti e ke bërë kaq të lehtë sa ne na duket sikur do ikim dhe fakt e ke bërë. Ne ke bërë ashtu ka qenë për mua. Unë nuk kam pasur frikë fare, kam marrë me shumë sportivitet këtë gjë, ato gjëra që unë kisha pikpyetje në kokën ose në merak. I fola që në konsult u informova për çdo gjë dhe çdo gjë ishte shumë natyrshëm. Unë ditën e 5 të ndërhyrjes kam zbritur, kam pi kafe. Po do të pyesja pak për mbrapa pasi ke kryer operacionet e ndërhyrjes, si e ndjer? Është e vështirë, duke qenë që unë gjoksin e bëja për herë të dytë. Pra unë e kam pas në një ndërhyrje, dhe një gjoksin më përpara. Ndërhyrja që bëre ndruam protezën dhe e zvogluam, ishte pak më komplikuar. Pjesën e abdominoplastikës nuk e kam ndier aq shumë, ngushën fare. Pak ishte shqetësues gjoksi, por
me mjekimin e dur, me ilaçe që t'japin doktor që të dalë, që është nën kontroll. Unë jam cik tolerante ndaj dhimbjes dhe jam shumë hiperaktive si njeri, nuk rri do të shtrirë. Dhe edhe natyrë pozitive dhe merr gjën edhe shumë Dhe ka shkuar shumë ka shkuar shumë bar. Për pos me edhe për mamin tim ka qenë e njëjta gjë. Unë me të drejtën më shumë jam friksuar për mamin se sa për vetesi. Duke qenë që po e sillja unë, po ja bëja unë si në vetë është bëbon, ndoshta mosha, ndonjë komplikacion, nuk do ja fal vetes nëse nuk i shkon çdo gjë mirë. Dhe jo, i shkoj çdo gjë shumë perfekt. Tani që shikoj, ti je shumë e lumtur, je shumë e plotësuar, edhe në familje dhe aura ka sjell tamam një aurë, ka sjell një mirë në jetën tënde dhe në shtëpi. Je gati për diçka televizive apo do vazhdosh të punosh me rrjetet sociale si influencer? Rrjetet sociale janë parimore për mua, unë më vjen natyrshëm dhe kam një lloj stili ndryshe nga influencerët, jam shumë e thjeshtë dhe publiku ka pëlqyer këtë gjë tek unë dhe ato unë do jem gjithmonë aty duke ndarë çdo gjë time për ditëshmërinë. Kam një dy oferta pendik, por Televizive po flasim, po? jo në televizion, domethënërisht në YouTube. Platforma Në televizjon ka pasur, po jo në Shqipëri dhe për momente nuk mundem që të marr angazhime jashtë Shqipërisë me aurën që dua të jem gjithkohës këtu prezente. Dhe tjetër vet, po, me gjithë drejt. Duhet të jem një mama prezente tek aura dhe nuk e kam karrierën primare. Pra primare për mua është aura, pastaj vjen karrierat dhe të tjerat. Por ndoshta do vi me gjëra të bukura. Për momentin Jo, s'do të gasmoj. E ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Shqipëria apo? po, Je shumë e luajtur. Jam rritur gjithkohës jashtë. Domethënë, unë jam rritur në Greqi, pastaj jeta ime është ndarë midis Shqipërisë, Greqisë. Por për aurën e mendoj që do ishte shumë mirë që të rritej në një vend tjetër. Jo në Greqi besoj. Jo në Greqi, jo në Greqi, por kok do e themi. Ndoshta në një plan të ardhmen. Se jo. Falenderoj shumë. Ishte një intervistë e sinqertë, ashtu pa filtra, siç në fakt ti jep ato këshillat në rrjetet e tua sociale dhe shpresoj shumë që të gjitha vajzat që të kanë shkruar tashmë në Instagram edhe me mesazhe, shpresoj që ti kenë marrë përgjigje të duhura. Faleminderit, unë ndjeva shumë mirë, energjia ishte shumë e mirë, jam shumë e lumtur, unë dua ta mbyll me një mesazh. Një mesazh për të gjitha vajzat që nuk ndihen mirë me veten e tyre, që nuk ndihen mirë në lëkurën e tyre, është dhurata më e bukur që mund t'i bëni vetes, është ju të ndiheni mirë. Pra çfarë ju doni, thjesht bëjeni dhe shijojeni. Jeta është e juaja, vendimet janë tuaja dhe mos u parashikoni dhe mos u ndikoni nga asgjë dhe asnjë. Në fakt, më pëlqeu shumë si mesazh, por unë do doja të shta dhe një gjë duke qenë që jemi në fund të këtij podcasti, zgjidhni profesionistë, zgjidhni më të mirë sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është vetmja gjë që nuk bëjmë dot çaka. Më të mirë dy e dini kush janë Trita Hospital, kështu që edhe klinika Dermalife patjetër që janë së bashku. Faleminderit shumë. U kënaqa. Edhe duhet ta bëni intervistën tonë të parë në podcastin e Trita Hospital. Na bashkoj. Mirupafshim.